Kanë mbetur vetëm pak orë deri në ditën e çlirimit në SBA, dita në cilën Donald Trump do të shpall pas dite planin e tij për të vendosur tarifa nga kopshti i trëndafilave në shtëpinë e bardhë. CNN shkruan se dita e sotme po pritet me kërshëri nga bizneset që prej javësh kanë monitoruar deklaratat e presidentit amerikan, sepse ajo që do të ndodhë vlerësohet se do të hapë një kuti të re të Pandorës. Trump tha se do të ketë kundërmasa nga vendet të cilave ai i referohet, duke shkaktuar kështu një përshkallëzim të luftës që SBA-ja tashmë ka nisur në tregtinë globale. Megjithëse Trump tha të hënën mbrëma se kishte arritur një plan tarifor, këshilltarët e tij vazhduan të paraqesin atij opsione që ai do t'i shpallë sot në orën 22 sipas zonës kohore të Shqipërisë. Skenarët që janë dëgjuar deri më tani përfshin rregullimin e tarifave për secilin partner tregtar të SBA-s individualisht, vendosjen e tarifave për disa vende, por jo për të tjerët, dhe vendosjen e një tarife fikse deri në 20% për të gjitha importet. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë i tha CNN se Trump nuk do të merrte një vendim deri pak para ceremonisë së kopshtit të trëndafilave. Nga ana tjetër, zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, Caroline Levitt, thjesht sqaroi se çfarëdo që Trump vendos të shpallë në lidhje me tarifat do të ketë efekt të menjëhershëm. Ku po synon Trump me tarifat? Donald Trump i sheh tarifat si një mjet për të arritur 4 qëllime kryesore: kufizimi i fluksit të fentanilit dhe imigracionit të palikshëm në SBA, barazimin e kushteve të konkurrencës me partnerët tregtar, rritja e të ardhurave të qeverisë, forcimin e prodhimit vendas. Fentanili është përmendur tashmë si një arsye për vendosjen e tarifave 20% për importet kineze dhe kërcënuese, me tarifa 25% për Kanadan dhe Meksikën. Sipas mendimit të Trump, Shtetet e Bashkuara janë viktime vjedhjes nga vendet me tarifat më të larta për mallrat e prodhuara në SBA ose nga vendet me të cilat SBA ka një deficit tregtar, domethënë kombe nga të cilat Amerika importon më shumë se sa eksporton. Presidenti amerikan argumenton se tarifat janë një mënyrë për qeverinë amerikane që të mbështetet më pak në taksat mbi të ardhurat, si formën e saj kryesore të të ardhurave. Ai madje shkoi aq larg sa tha se të ardhurat nga tarifat mund të zëvendësojnë tërësisht tatimet mbi të ardhurat. Këto tarifa mund të godasin veçanërisht vendet në zhvillim, veçanërisht Indinë, Brazilin, Vietnamin dhe vende të tjera në Azinë Juglindore dhe Afrikë. Këto vende kanë disa nga ndryshimet më të mëdha në tarifat e vendosura për mallrat amerikane të importuara, vendet e tyre në krahasim me ato të vendosura ndaj tyre nga Shtetet e Bashkuara, sipas një analize të fundit nga Morgan Stanley. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u përpoq të paralajmëronte Trump të martën, duke thënë se BE-ja ka një plan të fortë për të kundërsulmuar SBA-n, ndërsa vende të tjera si Kanadaja, Meksika, Kina, Japonia dhe Korea e Jugut gjithashtu kanë hartuar plane për akmarrje. Siç tha ministri i jashtëm kinez Wang Yi, Pekini do të kundërsulmojë nëse SBA-ja vazhdon të përfshihet në shantazh. Një përjashtim nga kjo qasje duhet jetë Izraeli, pasi Tel Aviv njoftoi se do të anulojë të gjitha tarifat që vendos për produktet amerikane, duke u bërë vendi i parë që e bën këtë pas rizgjedhjes së Trump. Ky veprim ka të ngjarë të synonte largimin e vendit nga radari i presidentit, megjithse Izraeli kishte vetëm një sasi të kufizuar tarifash për eksportet amerikane. Megjithatë, vendet që ndjekin hapat e Izraelit mund të mos mbrohen plotësisht nga tarifat. Tarifat ekzistuese dhe pasiguria nga ato që Trump nuk ka shpallur ende e kanë tërhequr ekonominë amerikane në një periudhë shqetësimi. Kjo qasje gjithçka kudo, të gjitha njëherësh, vetëm që mund të rrisë ndjeshëm çmimet e paguara nga konsumatorët dhe të shkaktoj rënjen e tregjeve financiare, por edhe të shtyjë ekonominë amerikane drejt recesionit. Ekonomistët kanë shprehur shqetësime për ndikimin ekonomik të tarifave. Analistat e Goldman & Sachs thanë në një shënim javën e kaluar se rritja ekonomike nga politikat fiskale të Trump nuk do të jetë në gjendje të kompensojë dëmin e shkaktuar nga plani i tij tarifor. Megjithatë, Trump dhe këshilltarët e tij kanë hedhur poshtë vazhdimisht nocionin se ky plan mund të dështojë në çfarëdo mënyre. Sipas zëdhënëses së shtëpisë së bardhë, planet e Trump për uljen e taksave do të ndihmojnë në uljen e inflacionit, ndoshta duke kompensuar ndikimin e tarifave. Do të funksionojë, ishte fjala e saj e fundit për planin tarifor.